Çfarë bën Selinën të ndihet kaq mirë sa herë kthehet në shtëpi? Një postim i fundit i saj duket i thjeshtë, por pas tij fshihet një detaj që tregon shumë për mënyrën se si ajo e përjeton jetën larg ekranit. Selin ka ndarë me ndjeksik një moment të qetë në shtëpia e saj, duke treguar një kënd të ngrohtë dhe komod të ambientit. Në pamje shihen dy figura dekorative të vendosura mbi një ulse. Asgjë e jashtëzakonshme në pamje të parë, por atëherë, pse Selin vendosi ta ndajë pikërisht këtë moment? Përgjigjja duket se lidhet me një ndjesi shumë personale. Krahas fotografisë, Selin shkroi: "Nuk e dija ja me vetnja, por kthimi në shtëpinë time është my favorite feeling." Dhe pikërisht kjo ndryshon mënyrën se si e shohim postimin. Nuk bëhet fjalë thjesht për një foto të shtëpisë, por për ndjesinë që të jep vendi ku ndihesh më i qetë, larg zhurmës dhe angazhimeve të përditshme. Por ka edhe një tjetër detaj interesant. Selin, e njohur për momentet e saj publike dhe vëmendjen që merr në rrjetet sociale, këtë herë zgjodhi të tregojë një anë shumë më private dhe të thjeshtë të jetës së saj. Një ambient i ngrohtë, pak dekorime dhe një ndjesi që shumë njerëz mund ta kuptojnë. Ndoshta ky është pikërisht sekreti i momentit. Pas gjithë angazhimeve, shtëpia mbetet vendi ku Selin ndihet më shumë vetvetja. Dhe tani pyetja mbetet: çfarë tjetër fshihet pas këtij këndi të vogël të botës së saj private?